Mëtej, presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se shumica e aleatëve të NATO-s nuk kanë shprehur gatishmëri për të përfshirë në një operacion ushtarak kundër Iranit. Ai shton se ka pasur mbështetje nga këto vende sa i përket qëndrimit se Teheranit nuk duhet i lejohet të zotrojë armë bërthamore. Në reagimin e tij, Trump ka kritikuar aleancën si një rrugë me një drejtim, duke theksuar se SBA ka arritur suksese të mëdha ushtarake ndaj Iranit dhe nuk ka nevojë për mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar. Deklarata e plotë e Donald Trump përfshin gjithashtu edhe një përmbledhje të asaj që ka ndodhur gjatë këtyre ditëve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë informuar nga shumica e aleatëve, thot Trump, të NATO-s se nuk duan të përfshihen në këtë operacion tonin ushtarak kundër regjimit terrorist të Iranit në lidhjen e mesme, pavarësisht faktit se pothuajse çdo vend është dakord fuqimisht me atë që po bëjmë dhe se Irani nuk mund t'i lejohet në asnjë formë apo mënyrë të ketë armë bërthamore. Megjithatë, nuk jam i befasuar nga veprimi i tyre, sepse gjithmonë e kam konsideruar NATO-n ku ne shpenzojmë qindra miliarda dollar në vit, duke mbrojtur këto vende si një rrugë me një drejtim. Ne do t'i mbrojmë ata, por ata nuk do të bëjnë asgjë për ne, në veçanti në një kohë nevoje. Për fat të mirë, ne kemi shkatëruar ushtërinë e Iranit. Marina e tyre është zhdukur, forca e tyre ajrore është zhdukur, anti-ajrore gjithashtu dhe radari mbrojtës është zhdukur përkohësisht. Ndoshta më e rëndësishmja, udhëheqësit e tyre në pothuajse çdo nivel janë zhdukur për të mos na kërcënuar kurrë më ne, aleatët tanë të linjës së mesme apo botën. Për shkak të faktit që kemi pasur një sukses të tillë ushtarak, nuk kemi më nevojë ose ndihmë për ndihmën e vendeve të NATO-s. Nuk e kishim në fakt kur diçka të tillë përfundon statusin në një farë mënyre përmbledhës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump.